Vajza jetime e keq trajtuar. Do t'ju tregoj këtë histori që ka lidhje me 3 familje. Një familje që e gjeneroi dhe nuk e donin këtë vajzë. Një tjetër familje që nuk kishte fëmijë dhe e donin, dhe një tjetër familje që nuk kishin fëmijë. Të treja këto histori, pra të treja këto familje, lidhen pikërisht me këtë vajzë. Ndiqeni me kujdes dhe kush është rastësisht nëse nuk e keni bërë, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jeni për bashkë. Kylie lindi në vitin 2013, më falni. Dhe në vitin 2013 lindi nga një familje që nuk e donin. Pra nuk e donin këtë vajzë. Dhe e trajtonin keq. Të dy prindrit, njëri thoshte bëhe ti, tjetri thoshte jo bëhe ti. Për t'i ndërruar për shembull ato panolinot, për t'i dhënë për të ngrënë, për ta ushqyer, sepse e ëma ishte vajzë e re, të dy këta prindrit të rinj, po ajo nuk kishte qumësht, pra kishte ikur qumshi, dhe kështu që ushqenin me qumësht artificial. Mirë po nuk e donin fare, bile ata donin asistencë për vete, sepse ishin të rinj. Në fakt, me kalimin e kohës, fëmijët dëgjonin zëra që zieshin, madje disa herë dëgjonin fëmijën që qante. Kaluan 2-3 vite, dhe 2 vite, mos gaboj, dhe e pan një ditë pra fëmijët që doli në obor vajza dhe ishte e gjakosur. E kishin rrahur kaq keq sa nuk e ste dot. Dhe thërritën policin. Shkoi policia, u amori fëmijën dhe e çuan tek asistentët social. Asistentët e çuan në një vend, si gjithmonë, aty ku mbledhin disa fëmijë në pritje për t'ia dhënë një familje si tutor. Dhe teksa priste, kaloi një farë kohe, kaluan një vit e gjysmë, mos gaboj, një vit e gjysmë, dhe gjetën tutorin. Mirë po, e çuan tek ta, tutorët ishin një çift, me një fjalë që nuk kishin fëmijë, dhe kishin kohë që kërkonin fëmijë, dhe kishin bërë kërkesën prej kohësh. Pagohen, sepse duhet të dini që pagohet mirë në këtë rast. Dhe kishin paguar një shifër, më duket $50,000, dhe morën Kylien, këtë vajzën. Kylie në atë kohë ishte 4 vjeçe pak. Mirë po, që në atë moment, kur njohu familjen e re, që atë ditë filluan problemet, sepse ata e rrihnin për ditë. E rrihnin kaq keq dhe e trajtonin kaq keq sa që s'bëhet. Dhe sikur nuk, jo vetëm që nuk e dëshironin, por sikur mund të ishte një kafsh, kaq shumë, e rrinin dhe e keq trajtonin. Dhe çudia e kësaj historie është që nëse ata nuk donin me fjalë nëse kërkonin një fëmijë, atëherë pse Kylien e rrihnin? Askush nuk e di. Në fakt edhe kur i arrestuan, askush nuk e mori vesh. Dhe kishin patur disa denoncime. Mirë po, një mbrëmje, morën të tjerë në telefon dhe thanë që vajza qante, fëmijët, edhe te kjo familje. Dhe në vendin e ngjarjes mbrin Brian. Brian së bashku me Cherryn, gruan e tij, kishin kohë që provonin dhe nuk mundeshin. Brian 38 vjeç, 40 vjeç, mos gaboj, dhe nuk kishin fëmijë, kishin 15-16 vite që mundoheshin të kishin një fëmijë dhe nuk mundeshin të bënin fëmijë. Megjithatë, ai ishte në shërbim në atë ditë, polic, dhe shkoi tek familja që kishte Kylien si tutor. Dhe gjën e parë që pa, shikon që ishte komplet me mavi, si i themin nga Vlora, me fjalë pulla, e qelluar këtej nga koka, nga trupi. Në atë kohë ishte 4 vjeçe gjysmë, pra rreth 5 vjeçe. Dhe nuk zgjati shumë, dhe ai gjën e parë që bëri, i tha pritit, këtu i tha se do marr diçka, mos më lër këtu, i tha ajo. Dhe e kuptoi me njëherë që këta e keq trajtonin. Shkoi mori një picë dhe i dha dhe disa lodra, disa ngjyra, dhe shkruanin bashkë aty, pikturonin bashkë. Nuk ishte detyra e tij, pra e Brianit, por kuptoi që i duhej ndihmë kësaj vajze të vogël. S'kishte tjetër, sepse ishte jetime. Dhe teksa pikturonin aty, ajo e mbante prej gishtin e tij e mbante fort, që mos ikte. Sikur ti thoshte mos ik, mos më lër këtu vetëm, se ai po e merrni telefoni, binte radioja, dhe ai iku kthye në shtëpi atë natë. Pra nuk e mori, por e la aty. S'kishin të drejtë që ta merrnin, s'kishin asnjë urdhër, dhe kështu që u kthye në shtëpi. Mirë po gjithë natën Brian nuk e zuri gjumi, dhe ja tregoi të shoqes se çfarë kishte ndodhur. Edhe shoqja u prek shumë. Dhe
ditën tjetër, a i shkoj edhe njerë që të shikonte se si ishte situata. Por prap se prap, edhe ditën tjetër, ajo u soll në të njëjtën mënyrë. Veç se ditën tjetër u kuptua një gjë tjetër. U kuptua një shenjë tjetër që nuk e kishte një ditë më parë, si duket e rahën edhe atë ditë që pse kishin marrë policin që nuk e mori fëmia, e morën të tjerë, por ja hodhën fajin fëmijës, pra prindrit jo biologjik. Si përfundim, Brian denoncoi dhe erdhi asistent social, dhe Brian kërkoi që ta mbante disa ditë derisa ata të gjenin një sistemim për vajzën, për Kylin. Dhe mbajti në shtëpi. I thatë Kylit, bëj si të duash, rri këtu me ne, bëj çfarë të duash ti. Dhe kështu filloi miqësia. Dhe u kënaqën sepse ajo që ditën e tretë i thoshte gruas Brianit, i thoshte mama. Mam i thoshte. Brian nuk e quante baba, por atë e quante mam, se s'kishte kujt i thoshte mam, ndoshta. Dhe kështu që kaloi një kohë dhe vetëm kur e filluan që ta çonin në kopsht, aty kuptoi që fëmijët e tjerë i flisnin bab një mashkulli. Se ku i dinte? Ajo s'kishte mësuar. Kush do t'ja mësonte? Dhe filloi që t'i fliste bab Brianit. Nga ai moment, ditën e parë që i thërriti bab, ai u mallëngjye dhe kërkoi që ta merrte, e pyeti gruan dhe i tha, ta marrim, ta birësojmë. Dhe kështu ndodhi. Në vitin 2018, pra pas disa muajsh, e birësuan. Dhe kështu që e morën si vajzën e tyre. Dhe çudia e kësaj historie është që nuk ka pak, pra para pak muajsh, që Cherry, pra e shoqja e Brianit, së bashku me Brian, ajo ka mbetur shtatzan, që ishte e pamundur që të mbete shtatzan, sepse kishin shkuar gjithandej. Dhe tashmë, Kyli do të ketë një vlla të vogël, që mund të ketë lindur këtë javë. Historia e tyre është bërë virale dhe është një histori vetëm mallëngjyese, por është edhe inkurajuese. Njëkohësisht është edhe deliri se si mund të përfundoj, pra deliri i asistentëve social, se si mund të përfundoj një fëmijë. Sepse nga njëra anë është e vërtet që ka prindër që nuk i duan fëmijët, por nga ana tjetër edhe asistentët bëjnë të pamundurin që t'ia japin dikujt atë fëmijë, pa e marrë parasysh që ka disa familje që nuk kanë fëmijë dhe keq trajtojnë veten e tyre, merren me mend fëmijë që nuk i kanë të tyre, që nuk janë të tyre. Dhe si përfundim, ajo vajzë ra në duart e një çifti që dëshironin fëmijë, pra në këtë rast Brian me Cherryn. Megjithatë, doja t'ja u tregoja këtë histori sepse është një histori e freskët dhe me një përfundim të shkëlqyer, që të mbush zemrën. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, e kalofshi një fundjavë të këndshme.